Do më qalon të pak Si Garinqa. Kjo, do më thonë, edhe pastaj ndjekja tu normalisht, kam bërë transferimet e tjera, normalisht. Se do të bëhesh menaxher, ndërkohë që mund të ishe bërë dhe trajner, për shembull. Apo drejtor sportiv. Në Itali? Po, Ne kishe këtë mundësi? Jo, mundësia mundësia nuk e kam, nuk është problem, po unë në këtë moment unë zotëroj edhe një licencë si drejtor sportiv. Kam unë licencën e drejtorit. Si funksionon kjo puna? Duhet t'jesh i licencuar dhe në këtë tregun tuaj? Po, normal. Nga kush licencohesh? Në federatat përkatëse, sepse sistemi UEFA-s është i unifikuar. Nëse ti dëshiron të bësh drejtor sportiv do me thënë menaxher një klubi Po futbolli. çfarë bën? Duhet kesh një eksperiencë, duhet bësh një provim, duhet. Po, duhet ndjekësh një kurs, e kam unë licencën e drejtorit sportiv, për shembull, e kam marrë në 2018 në federatë. Ndjek një kurs. Çdo federatë e bën për Sergio ke nga shqiptarja apo? Unë kam nga Shqipëria, kam nga Italia. Në Itali. Po se je shtetet I kam të dy sepse e kam përkthy, më e kam përsi të them